Në një deklaratë që ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka sinjalizuar mundësinë e uljes së tarifave të vendosura ndaj mallrave kineze. Ai foli gjatë një eventi ku njoftoi një marrëveshje të re tarifash me Mbretërinë e Bashkuar, të parën pas vendosjes së tarifave të larta për shumë vende në prill. Janë 145%. Nuk mund të shkojmë më lart. Duhet të ulen. Komentet e Trump vinë në prag të një takimi të rëndësishëm me zyrtarëve të lartë tregtar të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, që do të mbahet këtë fundjavë në Zvicër. Sipas analistëve, ky takim përfaqëson sinjalin më të qartë deri tani se të dyja palët janë të gatshme të shkojnë drejt një uljeje të tensioneve. Trump e përshkroi takimin si shumë miqësor dhe shtoi se të dyja palët janë të përgatitura për ta zhvilluar procesin në mënyrë të qetë dhe elegante. Mendoj se është një takim shumë miqësor. Ata mezi presin ta bëjnë këtë në një mënyrë elegante. Nga ana tjetër, Kina ka shprehur po ashtu një ton konstruktiv. Zëvendësministrja e jashtme deklaroi se Pekini ka besim të plotë për të menaxhuar çështjet tregtare me Shtetet e Bashkuara. Lajmi për bisedimet u mirëprit gjerësisht si një hap i parë pozitiv, por analistët mbeten të kujdesshëm. Ata paralajmërojnë se kjo është vetëm fillesa e një rruge të gjatë negociatash ku rezultatet konkrete do të varen nga qëndrueshmëria e dialogut dhe gatishmëria për kompromise.